Miloš Stanović, Sportal, pitanje za selektora Silvinja. Sad će onda teško da me pita par selektori. Ako može da... A me pita? Da, samo... Da, izvoli. Ako može da kaže ko je glavnu pretnju iz reprezentacije Srbije, koji su najbolji igrači, od koga vidi najveću pretnju i da li smatra da je ova utakmica protiv Srbije može da odredi, u velikoj meri može da odredi stanje u grupi, s obzirom da Albanija u slučaju poraza će jako teško čak i do baraža. Po pyet zotnia, si e qmon ekipën e Serbisë, edhe për cilë dojtarëve ka ma tepër që është i kujdesshëm, edhe në qoftë se edhe çka po mendojmë për kombëtarën e Serbisë, a ka me pas sukses për me shku më atje, ose Shqipëria në qoftë se hup, a ka shansa tjera për me qenë prezente në ligë. Come valori la selezione di Serbia e quali giocatori puoi dire che sono più pericolosi? Se Albania o Serbia vince o perde quella partita, come sarà il percorso di queste qualificazioni per tutte e due squadre? Përshëndetje. Quanto riguarda la prima domanda, loro sono una squadra forte, sappiamo tutti. Hanno, al di là del calciatore in avanti, Mitrovic che è stato qua un'ora fa, Vlahovic, Jovic, hanno altri calciatori forti, sono calciatori fisicamente potenti, che gli spiace tantissimo la transizione, ma lasci stare, è una squadra forte. Noi abbiamo i nostri calciatori anche, abbiamo Broja, Manai, Zunni, Nedim Varami, sono fieri di loro. Penso che domani fuori andiamo a vedere una bellissima gara, magari possiamo sfruttare tutti. Quanto riguarda la domanda di vinci, perdi, pareggia, poi l'ho detto già una volta, tutti gli allenatori fa il lavoro una gara per vincere. Io ho sentito i competenti, esperienti, buoni allenatori di loro, Dragan Stojkovic, poi anche lui prepara una partita per vincere, noi prepariamo per vincere, dopo è una bella gara, a 90 minuti può succedere tutto, è tutto molto veloce, ha ragioni la domanda, è tutto molto veloce la qualificazione per un mondiale, dobbiamo prepararci bene e magari possiamo andare in avanti e fare una bellissima gara con 3 punti. Ata janë një ekip I fort, të tashmë e din, kanë lojtarë të fortë edhe individualisht si Mitrovic, Vlahovic, Jovic, por nga ana tjetër edhe ne kemi lojtarë shumë të mirë, si Broja, Uzuni, Mana, Nedim Barami, për cilët jam shumë krenar. Janë një ekip fizikisht shumë të mirë që kanë bëjnë një tranzicion shumë të shpejt. Nesër shpresoj që ne të kemi një ndeshje të bukur, të gjithë trajnerët e përgatisin një ndeshje për ta fituar. Dëgjova edhe trajnerin e kundërshtarit, I cili po të njëjtën gjë përgatit ndeshjen për ta fituar. Kjo është, shpresoj që ne të dhurojmë një ndeshje të bukur, janë 90 minuta janë shumë të gjata edhe mund të ndodhë çdo lloj gjëje. Ndërkohë që ky rrugtimi drejt botërorit është shumë I shpejtë edhe do të presim se si do të shkojë, por që futemi në ndeshje për të marrë 3 pikët. Da vrlo dobro poštuje srpsku reprezentaciju. I spomenuo imena Jovića I Vlahovića I slični, također da I mi imamo naše igrače koji su vrhunski sve to. Svetsko prvenstvo je dugačko, kratko, da bi se to moglo već reći sad ko je šta je, jer kvalifikacije su kvalifikacije, tako da razmišljamo I mislimo da ćemo I ja I moj kolega Stojković, vrlo kvalitetan trener koji zaslužuje da vodi tu reprezentaciju, da bi u svakom trenutku znali gde smo, šta smo za ti 90 minuta. 90 minuta je kratko, ali šta je tu je. Okej, Mr. Elvis Regja, Digital. E para, si është gjendja e skuadrës, duke qenë që vim në fundin e një sezoni të lodhshëm për shumë lojtarë, dhe e dyta, marrë shkas nga ndeshja me Andorën, ku ju luajtët me 2 sulmues, Broja dhe Manaj. A do të kemi nesër në fushë sërish 2 sulmues për ngacmuar portën e Serbisë? Prvo pitanje je šta misliš o sutrašnjoj utakmici, da smo sa 2 napadača Brojom I Manajom
ili da li ima neko drugo rješenje za sutrašnju utakmicu. Come si trova la squadra e i giocatori dopo una stagione che è stato troppo lungo? E la seconda domanda, contro Andorra avete giocato con due attaccanti, Broja e Manaj. Può essere una possibilità con questa partita di giocare di nuovo con due attaccanti? Përshëndetje, Brama. Quanto riguarda la prima parte della domanda, io ho visto anche tanti allenatori che si sono lamentato, è vero, è una situazione difficile. Qualcun calciatore è finito il campionato 10 giorni fa, 15, è un momento, ma quello è per tutti, per loro, per noi, per tutti gli altri. Il calendario accorcia, è difficile. Ma noi siamo preparati, abbiamo fatto 5-6 giorni di fila, molto buono. Sì, domani 19:45 faccio vedere a voi, tutto può succedere in una formazione di calcio, è buono. Abbiamo visto l'ultima gara anche contro Andorra, abbiamo fatto qualcosa diversa, dobbiamo pensare bene quanto riguarda loro, una squadra diversa certamente, fisica, forte, molto tecnica, transizioni, dobbiamo capire i calciatori adatto per fare questo lavoro, già manca poco, abbiamo una seduta adesso, ma sicuramente in testa ce l'ho già praticamente l'11, può succedere tutto, è giusto. Është e vërtetë sepse shumë trajnerë në fakt ankohen për situatën e lojtarëve pas sezonit, sepse ndodh shpesh, është një kalendar pak i vështirë në këtë periudhë, plus edhe ndodh shumë shpesh shumë lojtarë ju bie të kenë 10 ose 15 ditë pushime përpara se t'i bashkohen kombëtares. Por kemi bërë 5 deri në 6 ditë të mira rresht trajnim, stërvitje me lojtarët, por që nesër në orën 19:45 do t'ju bëjnë dije formacionin. Gjatë ndeshjes me Andorrën kemi bërë disa ndryshime, kanë rezultuar mirë, por kjo është skuadër komplet ndryshe, fizikisht, teknikisht, kanë tranzicion të shpejt, po ashtu. Kemi dhe një stërvitje të fundit sot, edhe nesër, e kam paka shumë në mendje 11-shën që do të startoj nesër, por që pritet të shohim se si do të vendosim. Ja imam osjećaj ko će, svi 11 igrača koji će biti sutra, međutim, veliki je problem kad se prvenstvo završava, onda su igrači umorni i onda treba da se odmore, ali imamo kvalitetni ovi nedelju dana koji smo se dosta dobro pripremili i čini mi se da ću sutra imati ovaj kompletan uvid u sastav naše ekipe. Mr. Eral Kodeli, Televizioni Klan, një nga mediat e ekipit që na viziton ka arritur që në mënyrë klandestine mund të themi, të bëj edhe disa xhirime apo regjistrime të ndjekës stërvitjet e kombëtarëve shqiptarë. Mendon që ata kanë të qartë atë që do t'i presin fushën e lojës nga ana e Shqipërisë, jo vetëm në aspektin tekniko-taktik, por edhe nga grinta, nga dëshira për ta fituar, për të marrë rezultat pozitiv në këtë ndeshje. Una stampa dei nostri avversari in un modo clandestino, posso dire, ha visto, ha partito qualche immagini del nostro allenamento. Pensi che loro hanno una idea chiara di come voi giocate domani? Anche dal parte tecnico, fisico e anche psicologico, forse. Përshëndetje, io penso che non ha niente da nascondere in questo senso. Loro hanno visto 5-6 gare da noi abbiamo visto loro contro Austria 2 gare, abbiamo visto Danimarca, abbiamo visto in Svizzera, abbiamo visto in Spagna, è tutto lì del calcio, ma è certo dopo, come l'ho detto, c'è un momento che fa una scelta al di là di tattica e strategica di un calciatore più adatto secondo me, dopo di là si farà la stessa cosa. No, non mi preoccupa per niente di spia, no, per niente. Gli da nascondere niente, loro ci conoscono benissimo, noi a loro parliamo ragazzi un'altra volta di calciatori forti che il mondo conosce di loro, ma certamente anche il nostro. Nuk kemi asgjë për të fshehur, ne kemi parë 5-6 ndeshjet, ata kanë parë 5-6 ndeshjet të fundit tonat, po ashtu ne kemi parë ndeshjet e tyre ndaj Danimarkës, ndaj Zvicrës, ndaj Spanjës, i kemi analizuar. Nuk mendoj që kanë arritur të kapin ndonjë element, sepse shumica e gjërave bëhen sigurisht në stërvitje, por që nga aspekti strategjik më së tepërmi. Ata na njohin, po ashtu ne i njohim, e ritheksoj që të dyja kampet kanë lojtarë shumë të njohur në nivel botror. Da mi se znamo obe ekipe i mi smo pratili njih, oni su nas pratili, tako da su dve ekipe maltene
totalno informisane, a da oni imaju izvanredne igrače, također i mi imamo izvanredne igrače, tako da mislim da je to, da je situacija vrlo čista i objektivna. Përshëndetje, Mr. Endi Tufa, Top Channel. U bët gati mbi 2 vite gjysmë që drejtoni këtë skuadër. Në prag të kësaj ndeshje keni parë apo keni vënë diçka ndryshe nga para përgatitja e këtij takimi për sa i përket dozave emocionale që kanë lojtarët në këtë përballje dhe ju vetë jeni përfshirë apo keni menduar që t'i ndani lojtarët të ndjenjave personale me ato të futbollit? Vi ste 2 godine trener ove ekipe i da li ste uticali na emocije igrača za ovu specijalnu utakmicu? Penso che ho capito. Più di 2 anni e mezza che voi siete allenatore della nazionale, avete visto qualcosa differente nel parte emozionale per questa partita, forse anche dei giocatori, e avete lavorato in questo senso? Përshëndetje, Tufa. Ma guarda, è certamente che è una gara diversa. Ieri, oggi e domani. Sarà sempre. Sempre sarà diversa, sempre. Ma come l'hanno detto tutti i che sono qua dentro di questa parte di loro, anche di noi, è una bella gara sportiva, 90 minuti con calciatori forti, buoni, l'ho detto, 2 allenatori, mi metto lì, il Pani anche, penso che sono un buon allenatore anche, poi da sfruttare i 22.000 tifosi che abbiamo domani qua fuori, da sfruttare come hanno fatto sempre insieme da noi. Loro sono molto importanti per noi, saranno domani un calciatore in più per noi, i nostri tifosi, magari possono sfruttare di tutto, perché avevamo una richiesta di 800.000, non so, una roba del genere, 22.000 è arrivato qua. Volevo portare il mio papà, ma il Brasile è troppo lungo. Poi da sfruttare di una bella gara difficile, i calciatori sono preparati, certamente. Është një ndeshje ndryshe, sot është një ndeshje ndryshe, dje ka qenë ndryshe, nesër do të jetë gjithmonë do të jetë ndryshe nga të dyja kampet. Por shpresojmë që të durojmë një ndeshje të bukur nga aspekti sportiv, 90 minuta të bukura për të shijuar. Të dyja skuadrat kanë lojtarë të mirë, kanë dhe trajner të mirë, mund ta fus këtu edhe veten time ta konsideroj një trajner të mirë. Uroj që ta shijojmë, sidomos edhe 22.000 tifozë të cilët do të jenë në stadium. Kam dëgjuar që ka pasur mbi 800.000 kërkesa për tifozët, kështu që janë me fat ata që janë në stadium dhe si gjithmonë mbështesin skuadrën edhe janë një lojtar shtesë për ekipin ton. Unë madje doja të sillja edhe babain tim nga Brazili për ta parë ndeshjen, por që ishte një udhëtim shumë i gjatë. Të gjithë lojtarët janë gati edhe shpresoj të shijojmë një ndeshje të bukur nesër. Da je utakmica, svaka utakmica je važna, svaka utakmica je važna za sebe, svaka utakmica je različita, tako da trebamo zadovoljiti 22.000 ljudi koji će biti prisutni navijači, a čuo sam da imamo oko 800.000 karata su hteli koji su bili navijači, a drago mi je da nije interesantno, ne bi došao moj otac iz Brazila da pogleda utakmicu i da vidi utakmicu, to je sve. Apologies to the room that I ask in English this question. Nick Ames from The Guardian, nice to see you again. You've obviously got a lot of experience of big games, huge games as a player and coach. For a lot of these players, they're going to get to be hearing a lot of external noise. Even if you try and keep it in-house, they're going to be having social media, they'll be talking to their friends, lots of people from outside telling them what a big game this is. Is it good that they hear some of this noise, or do you have techniques for blocking it all out? Juve si lojtarë keni pasur eksperiencë të madhe, edhe si lojtarë dhe si trajner me klube të mëdhaja, njëta gjë sigurisht edhe për lojtarët të cilët ju servisni, por që në ditët e sotme me median, me rrjetet sociale, ata janë vazhdimisht në kontakte dhe të një lloj presioni që ndodh për rreth. A është diçka e mirë ajo çfarë diskutohet edhe flitet në përgjithësi, edhe se si do ta menaxhoni këtë pjesë? Pitanje je, vi ste kao veliki stručnjak i sa velikim iskustvom o ovoj utakmicu. Šta mislite
Da li osjećate nešto drugo na ovoj utakmici ili je to sve normalno? Listen, it's good to see you here again. True, I've been playing a lot of big games. The preparation is really special. It's a nice one. That case, but in my case, so I'm talking about more than 15 years ago. We didn't have a million socials, so it was easier for me, for the players. Sometimes I speak to the players and I said to them, listen, you have to focus on the work and the training 1 hour and a half, 2 hours in a day, but you cannot avoid it. So the new generation, they are used to it. Even I don't care about them because they are, as I said, they are used to it. So the new generation, they don't care about. But that moment, I think the message for everyone is, goes out, you have 90 minutes to play, enjoying the game. Is hard, difficult, tough game, respect your opponent, but you have an opportunity in your hands to go out and to do everything really special. Just leave the core, leave the soul in the pitch. That's my message for everyone. How about the new generation? Nothing to say, nothing to do, but that's it. Thank you. Është vërtet, unë kam luajtur në ndeshje të mëdha përgjatë karrierës time, por edhe që kanë pasur një peshë dhe një përgjegjësi të madhe. Por e kam bërë këtë gjë 15 vite më përpara, kur rrjetet sociale nuk është se ishin diçka kaq e madhe sa sot. Unë flas vazhdimisht me lojtarët, i them që të fokusohen më tepër tek stërvitja dhe tek gjërat që kanë rëndësi në fushë, por që në kohën time ka qenë pak më e lehtë, ndërsa sot me këtë gjeneratën e re duket sikur nuk është se ju intereson aq shumë dhe janë të fokusuar tek rrjetet sociale. Mesazhi në këtë rast është që janë 90 minuta ndeshje, duhet ta shijoni këtë ndeshje, sigurisht me respekt ndaj kundërshtarit, por që keni një mundësi në duart tuaja për të bërë diçka të mirë edhe të lini zemrën edhe shpirtin në fushë. Rekao je da pošto su sad ovi elektronika i novi mesaži, situacija drugačija i tehnička, jer u moje vreme toga nije bilo, i smatram da i sad stojim iza toga i da je situacija takva da samo koncentrisani da bude lepa utakmica, lep doživljaj za celu publiku i za sve nas. Po. Edmond tha që nga Radio Televizioni Kosovës, dihet që për shqiptarët në përgjithësi kjo ndeshje është shumë e rëndësishme, njëkohësisht edhe është emocionale. Për trajner, sa e keni përgatitur ekipin psikikisht për t'i dhënë shikuesve jo vetëm, por edhe futbollistëve që vinë nga Kosova? Per tutti gli albanesi questa partita è troppo importante, ma quanto è la squadra preparata psicologicamente, anche i giocatori che sono da Kosovo? Pitanje je bilo kako ste psihički pripremni za ovu utakmicu i da li ste na to uticali, da ste pokušali da smirite igrače i sve to. A što je Koptova? Folj. Sa i ka përgatit ekipin psikologisht, do thot për këtë ndeshje, do thot që ka një emocion të veçantë. Koliko ste pripremili psihički ekipu protiv ove ekipe Srbije? To je suštinsko pitanje. Allora? Finita? No, devo rispondere, certo, ma è finita. Percendetje, mio brama. Guarda, l'ho detto già la prima o seconda domanda, loro sono tutti preparati, di tutte e due parti, di là e di qua. È una partita diversa, certo. Ieri, oggi e domani, sempre sarà una partita diversa. Ma quando parliamo di sport, di calcio, si va al campo a giocare calcio, forte, bene, ma calcio. Intensità alta di gioco, calciatore di altissimo livello, eccellente allenatore di là, ottimo allenatore di qua, si parla e si va di calcio. Loro sono assolutamente preparati, i calciatori già hanno vissuto quello da tante volte in vita sua, poi è una in più e sono assolutamente sicuro che sono tutti preparati.
E thash edhe më përpara, të dyja skuadrat në fakt i kanë përgatitur, nga të dyja palët janë të përgatitura, sigurisht që është një ndeshje ndryshe, sot, nesër gjithmonë do të jetë një ndeshje ndryshe, por që kur flasim për futbollin, flitet në fush, edhe do jenë ndeshje, do të futesh në fush me intensitet edhe çfarë ndodh më pas do të shikohet vetëm brenda fushës. Nga ana tjetër kanë lojtar të mirë, po ashtu edhe neve. Po prap skuadra tjetër ka një trajner të shkëlqyer, mund të them që edhe nga skuadra jon një trajner shumë të mirë, kështu që do të flasim vetëm me futboll. Priče da ne interesuje nas ništa osim fudbala, suštinski to je odgovor, da oni imaju odličnog trenera i mi imamo i ekipu i mi imamo isto odličnog trenera i daj da razgovaramo samo o fudbalu, a ne o nekim drugim temama. Mirë, edhe kjo ishte pyetja e fundit, ju falenderoj shumë për nin, e di që do doni të vazhdoni me pyetje, por koha në dispozicion është e kufizuar, ju falenderit shumë dhe ju uroj suksese.